Banorët e lagjës Ademaj të fshatit Koshare i janë gëzuar sot asfaltimit të rrugës gati 2 kilometrëshe 3 marterët e cila lidh këtë lagje me rrugën Ferizaj Shtime dhe me rrugën për Muzeqin. Banorët e mirëpretën këtë projekt, mirë po thanë se ky fshat ka shumë nevojë për investime të tilla. Që 40 vjet i mikonën në lloj i mikonën. E shumë faleminderit juve që pe bëni këtë punë të mrekullueshme. Këtë konë loqe, grupe, kërshë konë këtë dënandë. E qëta që zhët për pëndri që të përponë shumë ma mirë, faleminderit shumë. Ka nevoj vëllaj, ka nevoj hala shumë, edhe trotuar ka nevoj për zonë që ku kemë shkollën ka. Pej ati, o janë edhe 2 kilometra tonë gati, për në vitin e ashtu në shtaj sholla mos bëni gjithka për trotuar, që për pa trotuar kemë shku për asfalt mija. Edhe keret nuk në regull, po aty më në mundësive, që të keni mundësi, mirë shumë. Jem të kënaqë shumë, se na moja u po shukon për para. Tash kryesor jem të kënaqë me kryetorin maspori, që ka morë këtë iniciative dhe ka shtru këtë rrugë. Se kjo rrugë, të përtej sot, jo që po thëmë, së di që ka nga kalu klena, kryesoria tash të po shumë mirë. Asfaltimi është mirëpritur shumë nga qytetarët e fshatit Koshare. Kjo është njëra ndër format më të mira që tatimet dhe toksat ju kthehen qytetarëve në infrastrukturë, në nevoja tyre, cilat nevoja besoj që kryetari është i përmbush me kohë. Kjo ka qenë e nevojshme para shumë kohësh. Drejtori i infrastrukturës Gafur Ilazi tha se në këtë mënyrë po mundohen t'u lehtësojnë qarkullimin qytetarëve të komunës së Ferizajt. Është një projekt i cili ka qenë në listën e projekteve për këtë vit. Përfituesi këtij projektit janë banorët e vetë këtij fshati të gjitha të këtyre lagjeve dhe normalisht edhe gjithë fshatit. Për arsye sepse do të kenë një qasje më të lehtë, sidomos kjo lagja kënej përmes këtyre rrugëve, një qasje më të lehtë në rrugën e cila shkon në drejtim të fshatit Muzeqin. Ky projekt infrastrukturor komunës së Ferizajt i ka kushtuar 177.000 euro.